Përshëndetje miq. Sot do t'ju tregoj se si të përgatisim pandismanj vetëm me 3 përbërës. Del shumë e butë, pritet lehtë dhe del shumë speciale për të gjitha embëlsirat tuaja. Kjo pandismanj përgatitet pa fyrës embëlsirash. Si fillim, hedhim në një enë 6 kokra vezë dhe 180 gram sheqer. I përzi mirë me mikser dore derisa masa të ndrojë ngjyrë dhe të fryhet, ja kështu siç po e shikoni në video. Më pas shtojmë 200 gram miell, pak e nga pak, duke e situr, e përzim lehtë me shumë kujdes për arsye që mos na bie masa. Masi e kemi hedhur krejt mielin dhe e kemi përzir, mirë, masën e kemi gati. Më pas e lyjm me vaj formën në të cilën do ta pjekim. Formën e lyer me vaj e mbështellim me letër kuzhine. Pastaj hedhim masën e përgatitur. E çojmë në furrë për të pjekur në temperaturën 180 gradë për 30 minuta. Mbas 30 minutash e nxjerrim nga furra, është pjekur mirë, ka dalë butë pambuk. E presim me kujdes në 4 pjesë. Dhe tani pandismanjen e kemi gati për turp. Kjo pra ishte receta ime për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ju bof mirë nëse e provoni. Faleminderit.